ka shikues përdorimi i barnave është pjesë e përditshmërisë sonë, por duhet pasur shumë kujdes sepse shumë shpesh bën gabime që mund të kenë. Delfin, mos e ke ndalë mikrofonin? Okej. Ndërkohë që se po besoj është dëgju Delfina edhe prej asaj që ka mujt me u dëgju prej mikrofonit tim, por mirë. Po thoshe Delfin? Shumë shpesh mund të bëhen gabimet e cilat mund të kenë pasoja edhe te shëndeti jonë si pasojë e përdorimit gabueshëm të këtyre barnave. Nga marrja dozës gabuar për shembull, te kombinimit të rrezikshme apo edhe të ndërprerja e terapisë para se të kemi një konsult mjekësore. Vetë mjekimi pastaj është diçka që përmendë pak më herët me agronin dhe mungesa informimit për këtë çështje janë disa nga arsyet kryesore të komplikimeve. E për të folur për gabimet më të shpeshta që mund të ndodhin në këto raste, në studion e Mirëmëngjesi Kosovë kemi të ftuar farmacisten Laureta Berisha Kosumi. Mirëmëngjesi Lauret, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Ishte edhe sigurisht rasti që flasim. Edhe realisht janë këto probleme që i diskutuam edhe ne, edhe më herët e thamë, vërtet janë një sër probleme që lidhen me barnat, me përdorimin edhe me qasjen, realisht që gjithmonë kemi diskutuar edhe me juve këtu që është një qasje e letër edhe mirë, gabimet janë mund të jenë edhe shumë të mëdha. Por, apo ndryshon diçka, apo përmirësohet diçka, apo vazhdojmë me qenë paka shumë probleme të njëjta, ndoshta ndonjëherë të mbuluara, por paka shumë ato janë aty. Paka shumë problemet janë të njëjta, fatkeqësisht ende ekziston te ne bindja që secili mund të ketë qasje në barna dhe mund të përdor ato si dëshiroj. Pra, nuk është frika prej përdorimit të barit, më tepër është frika prej keq përdorimit. Është frikë prej përdorimit jo duhur të barnave, aq më tepër kur ato mirën edhe kërkohen vetë në barnatoret tona. Këtu faj më shumë rëndën mbi profesionistin, këtë rast mbi farmacistin, mbi dorën e fundit që e jap një barë pa recetë, pa përshkrim mjekut, mirë po duhet ngritet vetdia në popullat që fillimisht për çdo shqetësim shëndetësor të drejtohen tek mjeku, edhe tek ato raste të cilat mundet me zgjidh farmacisti mund të drejtohen në barnatore. Mirë po asnjëherë të mos shkojnë me tendencën e vetmjekimit, sepse ekziston ajo mendësia që ky barn ka ndihmuar më herët. Ose ka ndihmuar dikujt që ja ka rekomanduar. Ose ja ka rekomanduar dikush tjetër, kjo është shumë e rrezikshme sepse asnjë organizëm nuk është i njëjtë, asnjë barn nuk vepron njëjtë, ndoshta dikujt i është përshkruar për një efekt primar, dikujt tjetër i shkruhet për një efekt tjetër ose me rrit efektin e një bari tjetër që është duke e përdorur dhe gjithsesi mund të ketë pasoja të rënda mbi shëndetin. Lauret, cilat janë ato ndoshta gabimet më të shpeshta që ti has të njerëzve që i bëjnë se gabime? Gabimet më të shpeshta, thash, është vetmjekimi së pari, pastaj është përdorimi i antibiotikëve pa përshkrim të mjekut. Gabimi i shpeshtë dhe mendoj që gabimi më i madh është se njerëzit mendojnë që të shërohen sa më shpejt. Në momentin që ka një shqetësim shëndetësor, ata nuk e mendojnë që ai mjekim duhet shkojë gradualisht, duhet bëhet konsulta me mjekun, të mirret receta dhe të shihet saktë çka është problemi, mirë po për një ftohje, për një grip, drejtohen direkt në barnatore dhe kërkojnë një zgjidhje shumë të shpejtë dhe shkojnë direkt me antibiotik. Këtu rreziku është i gjithanshëm. Fillimisht është dëmi që ai person ja shkakton vetë sepse vjen momenti që edhe për infeksione shumë të lehta duhet mandej do të ketë rezistencë në antibiotik dhe nuk do të mund të mjekoj me asgjë. Pastaj rezistenca në antibiotik e dim që është problem global, jo vetëm tek ne, mirë po tek ne është problem shumë i madh sepse hyn në një barnatore, kërkon një antibiotik dhe lehtësisht e merr. Ende po ndodh kjo, Laureta? Ende ndodh kjo. Këtu duhet të ndërveprojë edhe inspektor duhet të ketë më tepër, sepse me qenë se të ne nuk është e rregulluar çështja edhe recetës elektronike, çështja e recetës së përgjithësi edhe përderisa akoma të ne shkruhen recetat në një copë letre, atëherë edhe liria barnatorës që më dhënë gjithçka është maksimum. Në fakt tash kemi edhe një mjek të përgjithshëm, realisht një mjek për gjithçka në internet, që është ChatGPT-ja, edhe që e konsultojmë pothuajse secili shumë shpesh. Do ndonjëherë qeti është më i kujdesshëm se sa farmacisti. Absolutisht, po ta jap aty një pjesë jo, duhet konsulta, po. Gjithmonë e thotë edhe që duhet konsulta me profesionistin dhe farmacistin. Apo e vren për shkak në praksën tonë të përditshme Lauret që njerëzit si më thonë e kanë një shqetësim, e pyesin ChatGPT-n edhe mund t'i rekomandoj diçka në një bar ose nuk e di diçka dhe vinë me atë. Ama këtë
si më thonë, e kam mjekun tim. Po, fatkeqësisht është në këtë rast prej që është ka fillu përdorimi i ChatGPT-s, profesionisti shëndetësor ka dalë në rand të dytë. Sepse kur vjen pacienti në barnatore, ai ta vendos në telefon, i ka gjitha informatat edhe të vendos para një akti të kryer. Pavarësisht që kjo na ka lehtësuar edhe neve qasjen e informata, sepse do në me marrë informatë për një barë, shkruan shumë shpejt dhe e merr, mirë po asnjëherë nuk mundet me zëvendësu profesionistin shëndetësor. Sepse çka do të ndodh, ChatGPT nuk merr përgjegjësi, nuk merr përgjegjësi, nuk e ka pasqyrën klinike dhe normalisht s'ki ku drejtohesh në rast se diçka ka me të ndodhë më tutje me shëndetin tënd. Lauret, sa i rrezikshëm është ky vetë mjekimi, pa ndonjë konsult me mjekun apo edhe me farmacistin? Është shumë i rrezikshëm, sidomos tek fëmijët, edhe tek moshat e shtyra, tek kategoritë më të ndjeshme ta quaj, sepse ta zëm tek moshat e shtyra ka një numër të madh barnash që përdorin. Shpeshherë te ne ekziston ajo bindja që mos të tregoj mjekut cilit piqasemi që kemi qenë te një mjek tjetër, ose terapitë që jemi duke i përdorur më herët prej një mjeku tjetër, edhe shpeshherë ndodh që të shkruhen, do të përshkruhen barna të njëjta të prodhuesve të ndryshëm. Dhe kjo qënë pastaj në mbidozem, qënë pastaj në, për shembull, një pacient hipertenziv, nëse i merr 2 ose 3 antihipertenziv të prodhuesve të ndryshëm, do t'i përkeqësohet gjendja dhe do të shkojë ndoshta edhe në fatalitet ose në sulm trues në zemër. Pra vetë mjekimi ose edhe tendencat për mos e shfaqur krejt brengën te një mjek që i qasemi, qënë pastaj në rrezikshmëri të lartë. Pastaj edhe të kategoritë e ndjeshme si që janë fëmijët, cilet normalisht që prindi vendos se si do ta trajtoj, e zgjedhin me shku në barnatore me marrë një inhalim që au ka përshkruar mjeku më herët ose një antibiotik, madje pyesin se sa mund të qëndroj prej përgatitjes, a mundesh më përgatit se nuk e kam për tash me përdor për me vonë. Pra, këto janë shumë të rrezikshme, sepse alergjia në penicilin e dim sa çfarë pasojash mund të ketë, mund të çojë shok anafilaktik dhe këtu prindi nuk mundet me reagu shpejt. Jo se s'jep koha, po, se von alergjia e tillë. Mirë, në fakt do të edukim shëndetësor shumë tepër, apo jo, po kthejmë edhe të ajo që e dim, e kemi diskutuar disa herë dhe të njohim, e dim që e kujdesshme. Ta zëm vjen një pacient, nuk e di, një klient, po e quaj dikush që vjen me ato rekomandimet nga ChatGPT dhe thot ama këtë terapi sepse kam për një problem shëndetësor. A diskutoni me të, edhe a mundoni me u fut pak më shumë detaje? Po, patjetër. Në bazë të njohurisë tënde, në bazë të asaj që është e bojnë, s'po them gjitha banatorë, po e bojnë shumë kolegë tu të tjerë në fatkeqësisht banatorë. nuk e bëjnë, shumica nuk e bëjnë, 90% jo, sepse krahas punës që ata e bëjnë si profesionist, mbrapa kanë edhe një punëdhënës i cili ju shtron presion në shitjen e barnave. Sa me shit më shumë? Po. Edhe në fakt, në fund nuk e sheh anën profesionale, mirë po e sheh anën e shitjes, sa ke shit, sa ke qenë aktiv, sa ke qenë thojza pastrues i ambienteve të punës dhe nuk ta vlerëson anën profesionale. Kjo ndodh për arsye se te ne kushdo mundet me hap një barnatore, prapë s'po e vefajnë aty, po e vefajnë te profesionistët shëndetësor, secili nga ta duhet vëj kritere më të larta, sepse krahas një shkollimi që e ka përfundu, ekziston edhe një përgjegjësi profesionale dhe duhet ta shoh pacientin në rand të parë, sepse unë ju them edhe studentëve të mi që çka ju ndodh nëse ju nuk e mbroni pacientin, ju do të dëmtoheni edhe ligjërisht edhe në çdo aspekt tjetër, përveç pacientit. Pra, secili profesionist shëndetësor duhet ta vëjë anën profesionale. Po është edhe ana njerëzore, morale. Njerëzore, duhet të mendoj që pacienti nuk mundet mi ditë gjitha, pacienti kur hyn barnatore është i paditur në këtë rast, prandaj jemi ne ato që jemi profesionit dhe duhet të jenë me një qasje më empatike dhe më njerëzore, sepse ai ka hyrë me një hall në barnatore. Dhe duhet këtë qasje normale dhe ta qoj mjekimin deri në fund, sepse e kanë atë bindjen që unë nuk po paguhem për këtë pjesën e këshillave dhe nuk kam pse të shpenzoj kohën time të bisedoj gjatë me një pacient. Ndërkohë që paguhesh më shumë nëse shet barna më shumë edhe shet edhe anën interesin financiar. Thjesht e konsiderojnë si është humbje e kohës nëse një pacient ja kushtojnë 5 deri në 10 minuta dhe në fund ai del me një këshill. Nëse një pacient del me një këshill prej barnatores, ai kur të ketë nevojë për një bare do të kthehet te te. Sepse e sheh që nuk e ki edhe anën profesionale dhe kur i sqaron diçka, e sqaron në mënyrën e duhur dhe
je bindë. Absolutisht. Lauret, po vërtet atë shkon ndonjëherë mundi hoq, sepse e di që je shumë e kujdesshme dhe vërtet merr kohë me secilin pacient mja shpjegu. A ndodh shpesh kur ata nuk e respektojnë për shembull dozën e saktuar ose edhe orarin e marrjes së barnave ose diçka të tillë? Unë shpesh ju thëm pacientëve, kjo është puna ime këtu me ju, unë nuk e di mandej ju çka veproni në shtëpitë juaja. Mjekimi vazhdon në shtëpi dhe nëse ju nuk i ndiqni udhëzimet tona, nëse nuk e ndiqni mënyrën e përdorimit të barnave, siç është çdo barë që duhet të mirret në kohën e duhur, në dozën e duhur, në frekuencën kohore e duhur, për aq ditë sa është përshkruar nga mjeku, dhe nëse ju këto nuk e ndiqni para ushqimit, pas ushqimit, pastaj këshillat shtesë që duhet merrni në shtëpi, atëherë mjekimi është i kotë. Sepse çdo pacient, krahas këshillave të mjekut ose farmacistit, duhet jetë edhe një mjek i vetvetes, në mënyrë që ta çojë mjekimin. Një pacient i disiplinuar apo? Po, unë shpesh herë shoh që pacient qoftë edhe vetëm ndodh që mos me pi një tabletë dhe shpesh e mendoj ja kështu mund të veprojnë edhe pacientë të tjerë dhe ju përkeqësohet gjendja, sidomos tek problemet hormonale që hormonet e dim që nuk prodhohen në organizëm nëse mungojnë, atëherë duhet mu zëvendësu me barnat e tjera dhe kështu që vjen një moment, thot pacienti, po jo, kjo terapi nuk më ka ndiku. Kur hyn detaje e pyet se i ka marrë, a i ka marrë në kohën e duhur, mënyrën e duhur, e shet që ka mangësi dhe e këshillon prapë mënyrë që me ndiku. E mira është te hormonet, më duket letroksi duhet merret shumë herët mëngjes, apo jo? Po, merret mëngjes, 30 minuta para ushqimit, duhet merret larg përdorimit të kafes, në mënyrë që mos me pas kundërindikacion dhe kështu atëherë ka efektin e dur. Fatmirësisht e ne qasja në mjekësi është shumë e lehtë. E shoh familjarët tonë që janë jashtë për me pas një qasje të një mjek ose të një farmacist, duhet të presin me muaj. Madje ju kalon ajo smundje, ju vjen një smundje tjetër derisa të vjen një termen i caktuar. Dhe ne, e mira as mirës është që ke mundësi me pagu, shkon edhe në sistemin shëndetësor privat dhe mundesh me pas me... Edhe sistemi publik tash në disa gjana po funksionojnë, në për ambulanca, absolutisht, po funksionojnë edhe janë gjitha analizat. Edhe isho edhe këtu në qendrën e kryesore mjekësisë familjare në Prishtinë, janë disa shërbime edhe specialistike që ofrojnë, kështu që vërtet qasja, edhe incizime, edhe fotografime, pra edhe analizat gjakull, janë disa shërbime që ipen. Lauret, një diçka tjetër që ja vlen me u diskutu në këtë aspekt edhe në vazhdimin e kësaj që po e thua realisht, është edhe fakti që ta zëm, dikush e ka një terapi për 5 ditë, antibiotik për shembull 5 ose 7 ditë, edhe kur e shet që pas 2-3 ditësh po i përmirësohet situata, atij ose fëmijës thotë, pse më jallon edhe 3 ditë antibiotikun po e ndërpres. Pra, është problemi. Është një problem real. Sepse si ja u shpjegoj dhe pacientëve në mënyrë që me qenë se është televizioni publik edhe njerëzit më marrin informata qysh ata i kuptojnë, unë ju them sikur më shku me një luftë dhe me mbyt një pjesë të ushtarëve dhe me mendu që e fitove luftën. Mirë po pjesa tjetër e ushtarëve që kanë mbet, veç po riorganizohen. Po riorganizohen dhe kanë me të rikthy në mënyrë edhe më tashpër. Njëjtë është edhe me antibiotiku, nëse nuk mirret për aq kohë sa duhet, sa e kryen mjekimin, sa e mbyt atë numër të caktuar të bakterieve, ato bakterie që mbesin, bakteriet patogjene, do të rikthehen edhe më të fuqishme. Kështu që nëse terapia shkruhet për 7 ditë, fëmia është mirë, duhet të vazhdohet për 7 ditë. Edhe pse ka kalu simptomat e para, ka kalu temperatura, ka kalu rreziku sipas prindit, mirë po mjekimi duhet quar deri në fund, në mënyrë që mos vije nesër të një reinfeksion edhe të një rezistencë bakteriale dhe rezistencë në antibiotik. Krahas kësaj edhe përshkrimi probiotikëve qënë në përmirësim më të shpejt, sepse e dim që antibiotiku nuk zgjedh cilat bakterie me mbyt, sidomos ato që janë baktericid që mbysin gjitha llojet e bakterieve, shkatërrojnë edhe florën normale bakteriale dhe prindi gjithmonë edhe nëse nuk i përshkruhet një probiotik, duhet ta kërkoj vetë ose farmacisti duhet t'ja ofrojë mënyrë që me rujt edhe florën normale bakteriale, jo vetëm të fëmijëve, po kjo vlen edhe për qenë. Lauret, për gjitha këto që i falim deri më tani, a ke vërejt ndonjë ngritje të vetdijes te qytetarët? Si është te ne? Besoj që është vërejt një ngritje vetdijes, ndoshta edhe këto intervista ndikojnë, ndoshta edhe ngritja vetdijes bëhet edhe përmes mediave, sepse njerëzit duan të shohin informata për barnat, sepse zakonisht media o flitet për mungesa, o flitet për një farë forme, një farë frike, ju vendoset
pacientëve, ndaj sistemit shëndetësor, ndaj barnave, ndaj gjithë çka që ka të bëjë me barin. Mirë po, duhet flitet më tepër në ngritjen e vetdijes, mënyrën e duhur përdorimit të tyre, edhe ata kur janë më të vetëdijshëm, s'mundet me mashtru askush. S'mundet me mashtru askush, sepse sa më të ditur rreth përdorimit tyre, sa më tepër i lexojnë ato fletëzimet, sepse ato janë për ta, aq më tepër do të kenë frikë dobishme ndaj barnave. Pra barnat janë aty për të na ndihmu, realisht apo jo. Po vetë në pas kujdes edhe qasjen edhe mënyrën e përdorimit, atë që po e shpjegon. Padyshim që fatmirësisht që ekzistojnë barnat që na ndihmojnë për mjektimin, për shërimin e shumë smundjeve. Këtë është mënyra përdorimit, të koha e përdorimit edhe tek siguria, sepse shpeshherë shohim që edhe kushtet e ruajtjes së barnave ndikojnë në prishjen ose në reagimin ose mos reagimin e një bari. Fatkeqësisht ne është ideja që çdo bar të lihet në frigorifer dhe në momentin që e hap një derë frigoriferit, rendi parë është barna tableta, gjitha llojet. Kjo është e gabuar sepse ka barna që e thithin lagështin, momentin që në një ambient të lagësht dhe e humbin efektin. Vërtet tabletat i fusin frigorifer? Por, ose që dhe tabletat i fusin në frigorifer. Çdo bar i ka kushtet e ruajtjes. Do në errësirë dhe një temperaturë konstante. Do në 25 gradë, ato barna që ruhen në frigorifer janë disa lloje të pikave për sy, disa insulina që janë ende të pahapura prej hapjes pastaj. Po prapë kjo është pak a shumë punë e profesionistit apo jo? Në këtë rast farmacistit që thotë ka shkuar pas përdorimit. Se ju po thoni për fletëzimet, po jo të gjithë i lexojnë ose shumë pak i lexojnë realisht. Po fatkeqësisht as e mojnë atë që keni thonë ju po. Nuk i lexojnë fletëzimet, lere më popullit edhe janë me ato shkronjat e vogla dhe edhe ka shumë tekst aty po. Ja u hek fletëzimin, mos ma jap lutem se veç po e prish edhe kutin po. Në marrjen e tabletave. Mirë po, një praktikë që jo zoj prindrit është me shkru, sidomos sirupet prej hapjes, me shkru datën e hapjes, se disa mund të ripërdoren për 3 muaj, disa për 6 muaj, disa kanë afat vetëm 14 ditë, sidomos antibiotikët dhe e mira është që kanë afat aq dhe të mos ripërdoren. Lauret, a ndodh për shembull shumë ose cila është rrezikshmëria e përdorimit të disa barnave njëkohësisht, qoftë edhe të suplementeve? Na trego për to, po le pak edhe hapësirë me na tregu për ndonjë ndodhi se janë simpatike ato që na e tregon në fund. Realisht, kur mirën shumë barna njëkohësisht, ka bart i cili ja arrit efektin një bari tjetër ose ka bart që ja ul efektin një bari tjetër. Shpesh herë ndodh që ta zëm shembull antikoagulantët, shumicat e ne marrin aspirinën, por shkruhet edhe një antikoagulant tjetër si klopidogreli dhe gabim është që të merren njëkohësisht se mund vije deri tek hollimi i madh i gjakut dhe tek gjakderdhjet. Po ashtu ekziston ajo ideja që suplementet janë shtesa ushqimore që normalisht nuk e zëvendësojnë ushqimin që na e marrim çdo ditë, mirë po ekziston ideja që ato janë të padëmshme. Shpeshherë kam has edhe në kolegë që kur i pyet pacienti nëse a është të dëmshme, çka mundet me më shkaktu, është vetëm vitaminë, ose është vetëm natyrale, është vetëm kjo përgjigje që din t'ja u japin. Mirë po, ka shumë suplemente të cilat ndërveprojnë me barna dhe këto kjo qënë pastaj në rrezikshmëri të lartë. Një trend i kohës sonë është edhe përdorimi i lartë i vitaminës D, sidomos në doza shumë të larta. Edhe këto deshta me të pyet bashkë në këtë aspekt desha më ndodh se realisht me këtë do që bisedon, thotë po, a jetu e përdor vitaminën D, përdore deri dikur në mars, po me gjithë dimin. Qa rekomandohet edhe qa menon ti për këtë aspekt? Analiza e para. Fillimisht duhet të bëhet një mungesë e vitaminës D, sepse pa e ditur nëse është mungesë ose jo, nuk kemi nevojë ta marrim, sepse vitamina D kur mirë gjatë verës, ta zëm, kur ka prezencë më të lartë të rrezëve të diellit, ajo deponohet neshtra, deponohet në organizmin tonë dhe lirohet gradualisht. Mirë po, në rast se kemi mungesë vitaminës D, atëherë dozën do ta marrim diellit fort Lauret. Sa del dielli në hije shkojmë. Po, zakonisht mirët edhe në hije, në momentin që janë të ekspozuar duar një pjesë e lëkurës, ta zëm, dhe në momentin që mirën doza të larta për një hershme, siç ka qenë traditë të shkruan doza, ka ndodhur që janë përshkruar doza 300.000 njësi që i ka rënë marrë 10.000 njësi në ditë për një herë, kanë quar në dëmtime shumë të mëdha të veshkave, sepse
vitamina D deponohet edhe sintetizohet pastaj në veshka. Nuk kam mendu që është diçka që është... personat që kanë probleme me veshka, veç se ja përkeqëson problemet. Kështu që kanë ndonjëherë mungesa ndonjë vitamine është më e mirë se sa teprisa se vitamine. Qa është një vitamin që na e rekomandon tash në këtë kohë? Apo kanë perime? Tash në këtë kohë vitamin C edhe mineralin zink. Okej, zinku po. Zinku me vitamin C janë dy elemente që rrisin imunitetin edhe normalisht doza adekuate edhe nuk janë kushtueshme në blerje ka firma ndryshme, çmime ndryshme, mirë po zinku me vitamin C është mjaftueshëm u marr sidomos për këtë sezonin e dimrit të gripave. Lauret, faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit. Gjithmonë. Faleminderit për juve, kënaqësia ishte ime.